kur bëhet puna e rrezikshme për jetën, në thonjza e rrezikshme? Kur është mision i vetëm, njoft sa njerëz që i kanë dedikuar gjithë jetën punës, postojnë veç për punën, marrin frymë veç për punën dhe puna është e vetmja gjë kur kanë ndarë çdo gjë nga jeta e tyre sociale. Është e rrezikshme dhe unë vetë i paragjikoj ato njerëz ku s'kan asgjë gjë tjetër në jetë veç punës. Lodhja në ditët e sotme a është thyer në normalitet apo jo? Jo. Lodhja nga pasiguria që ti nuk e din se si do reagosh, lodhja nga padrejtësia ku ti thot 1 dhe 1 bëjnë 2, po mund thojnë edhe bëjnë 3. Në Shqipëri kemi diçka që gjërat e vështira i bën të lehta dhe gjërat e lehta i bën të vështira. Puna pa pushim a mund të konsiderohet si jo cool në ditët e sotme? Nuk e kuptoj atë shprehjen cool, puna nuk duhet të jetë cool. Ne nuk kemi as në kopësht as në shkollë që puna të jetë fun. Për shembull, kam takuar disa njerëz që nuk më duket aq interesante puna. Puna s'ka pse të jetë interesante. Punën duhet gjesh interesin te puna, po puna nuk është arktim. Puna është një mision që ti i ke vendos vetes për të prodhuar një vlerë, për të marrë ca para dhe për të ecë përpara.